Vëndë gjë shumë njerëz s'kanë shku me ndihmu atimin. O kone pamundshme që flitet si thojnë, jo, o kone pamundshme ty të ndihmon komandantit legjendar. Për njerëz që kanë gjotë komandantin shumë afër që kanë jetë me to, ka qenë shumë e rëndë se nuk kemi besu që një do të vritet. Nuk kemi besu. Po në natë ditë ka ndodhur 5-7 morsi, ne kemi qenë Morin, grupi jonë, në mëngjes herët kemi dëgju. Ne kemi bo një eroj. Unë kam shku në orë 4, kam vjetë të shpia, 4 gjysë se ka bëj. Unë edhe amiti edhe zënë Elmzi, si sot më kujtohet dëshmori, tash në djesë post, edhe në ora 6 kemi ndëgjue dhe jemi qu. Në Morin ka qenë një barikad që thuhet e forcave qetnike serbe, ka në afrudejt e vorët tonë, dhe nalë. Minisa e per ka gjue, i ka gjue 2 punëtorë, ata njënë duke shkuar në Ferenike në punë, një i Rezallës ka qenë, dhe një i Morinës duke shkuar në fabrikën të asojkoj me punu në fabrikën e tjegullave, apo tullave, si stojmë ne. Ka qenë duke shkuaj edhe i kanë gjuj, i kanë këthy. Dhe ato nga kanë njëmru që forca serbe që kanë hy, edhe kemi në që forca serbe më prekasën. U vëndë gjë shumë njerëz s'kanë shku me ndihmu atimin. Pas ka qenë rrethi i ekut, se u sulmu Lausha, u sulmu Aqareva, edhe prekaze adete. I sulmue. Dhe u kone pamundshme që flitet si thojnë, jo, u kone pamundshme të ndihmon komandantit legjendar. Aq ka bos forcat moja, sa nuk e besojnë që ata që e kanë bërë me sy. Unë i kam bërë me sy të mi, gjithë të forca Morin, Pollush, deri në Pollush ka qenë një kordon jata shumë, me autoblinda, kiret bindume dhe disa tanksa që i kanë bos ato. Po neve nuk na kanë sulmu, ti me real, neve nuk na kanë sulmu. Ne tani mi bubash me komandantin i Lazar Kutin, imi vendosë. Mi Morin, mes Morin edhe Rezallë imi vendosë ato, dhe ato imi barikatu një krusht i vogël, jështorë, se atër s'ka pas shumë me uniform, shumë me arme, edhe pjesa e qytetarë që kanë dalë, kush ka pas arme të vjetat të mqefta, kanë dalë haptas dhe kanë ardhur në bashkangjit me neve. Kjo është e vërteta. Si thash, ne nuk na kanë sulmuar. A ditë ka qenë 30 rresht kanë sulmuar vetëm Prekazin. Ato këtu, Laush kanë gjuhë granata, është e vërtetë kanë gjuhë disa pjesë, Aqareve kanë gjuhë një pjesë, dhe te Boroja, ditë ka u konë një luftë e pabarabartë gjithmonë. Kuptohet me gjithë forca, se forcat më ka pasur në fabrikën e municionit e Skenderaj, pe i Tërnoce e pjesa nena, dhe është granatu Prekazi, pa mësirë shumë, si thonë. Ata s'kanë qyre të fëmijë, pleq, gëra, s'kanë qyre dhe kanë bënim për të masakrë, mujmë të masajna. Dhe deri me 7 mars që fryma e fundi ka qenë komandanti legjendar Adem Jashoj dhe ne na kanë informu komandanti atër që do të thotë është vra Ademi. Ne një pjesë e kemi ditë, një pjesë nuk e kanë ditë, dhe kjo është e vërtet që ajo ka qenë një luftë titanike tina, një luftë shumë e pabarabartë me forca serbe, po vullneti që tash i madh i komandantit Hamzës Bacia, Shabani, gjithë lagjes ato, që ato një vra 2 nip aty në ka vinë më ndihmu komandantit, një vra 2 tjerë më vra pe Dubovci, nëse s'ka bëjnë ata 2, kështu që kanë qenë një luftë shumë e pabarabartë. Po të them sinqerisht, jo aja ka jep kuraje shumë atë madhe, që qytetarët e keni bëllë vetën me siguri besoj, nështë ka qenë njëri, po ke mund me vërcilë, veç ka qenë një vëllë, ata qytetarët fillun të armatosin gjithë, që si stojnë ku kanë mujtë marrin arve. Edhe vullneti ka qenë shumë madh, u bashkan gjithë në shumë në radhë të ushtiqin në Rosos me qindra mira njerëz. Kjo e di si Serbia bën masakër, nuk kursen as grasë mi. Po për ne ka qenë lojme shumë i idhur, për neve, sidomos ishtë pjesëtarë të ushtiqin në Rosos, sidomos për njerëz që kanë gjotë komandantin shumë afër që kanë jetë me to, ka qenë shumë e rëndë se nuk kemi besu që një do të vritet, nuk kemi besu. Tu e ditë punën e tina, aktivitetin e tina, një trimnit modhe tina të familjes ina, tina vetë personalisht të Ademit, të Hamzës, gjithë ato lagjes, se ato ka pas pjesëtarë të ushtisë edhe tjerë që kanë qenë Fajk, Jashari, tjerë, Musa, Sahet e gjithë ato që kanë qenë ato. Tani Baci Hame që është vra me baba i Musës, që në vra ato, e vra shumë e shumë tjerë, më sujez bërsh me emnë atësh. Ne na kanë gjithë, po komandanti nuk u shuaja shpresa pse u vra komandanti, tash do të shuhet ushtria në Rosos, do të shuhet lufta jo. Përkundazi është dheza më shumë, janë mobilizuar më shumë qytetarë, sidomos rinia, janë mobilizuar kanë ardhur pi perëndimi që dim, të rit shumë kanë ardhur në luftë dhe vullneti ka qenë shumë i madh.